Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës feja dhe përgjegjësia qytetare në Islam. Kjo temë përfaqëson një nga shtyllat më të thella të mendimit islam, sepse vetë kjo fe nuk e sheh besimin si një realitet të izoluar brenda zemrës apo xhamisë, por e sheh si një forcë aktive që formson sjelljen e individit në shoqërinë ku ai jeton. Kjo fe, ky besim, sjell drejtësinë në marrëdhënie dhe përgjegjësinë ndaj komunitetit. Besimi në Islam është i gjallë, veprues dhe shndrues, sepse ai nuk kufizohet vetëm në adhurimet rituale që ne kemi, por shtrihet në çdo dimension të jetës qytetare, duke e bërë besimtarin një faktor ndërtues të rendit moral dhe ato social. Kurani e thekson qartazi se njeriu është krijuar si mëkëmbës i Allahut në tokë, një rol që mbart në vetvete përgjegjësi të drejtë për së drejti shoqërore. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe kujto kur Zoti yt i tha ëngjëjve: unë do të vendos në tokë një mëkëmbës. Ajeti 30 i surës Bekare. Ky mëkëmbësim nuk është një titull simbolik, por një amanet i rënd që e obligon e detyron njeriu të veprojë me drejtësi, të ruajë rendin, të mbrojë të dobtin dhe të kontribuojë në mirëqenien e shoqërisë ku ai jeton. Prandaj, përgjegjësia qytetare në fenë e pastër islame buron pikërisht drejt për së drejti nga besimi në Allahun dhe nga vetëdia se çdo veprim shoqëror është i mbikëqyrur dhe i gjykuar nga vetë Zoti i gjithësisë. Islami e lidh në mënyrë të pandashme besimin me veprën. Kurani në 10 ajete i përmend bashkë teksa thot: ata që besuan dhe bën vepra të mira, duke treguar se besimi i vërtet reflektohet domosdoshmërisht në sjelljen shoqërore. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ju jeni populli më i mirë që është nxjerrë për njerëzimet. Urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun e madhëruar. Ajeti 110 i surës Ali Imran. Ky ajet, të nderuar dëgjues dhe shikues, e përkufizon përgjegjësinë qytetare si fillimisht një detyrë fetare të ardhur nga Allahu xhaleshanhu. Pra, të kujdesesh për moralin publik, për drejtësinë shoqërore dhe për të mirën e përbashkët nuk është një çështje zgjedhjeje, por sipas fesë tonë është integrale e besimit. Ehlibeti paqja qoftë mbi ta, si interpretuesit më të pastër të Islamit pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e kanë thelluar këtë koncept duke e lidhur fenë me përgjegjësinë ndaj shoqërisë dhe njerëzve. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Allahu ua ka bërë obligim dietarëve që të mos heshtin përballë padrejtësisë së shtypsit dhe urisë së të shtypurit. Ky hadith e shndron angazhimin qytetar në detyrë morale dhe atë fetare, sepse heshtja përballë padrejtësisë nuk është neutralitet, por tradhti ndaj amanetit hynor. Besimtari i vërtet nuk mund të jetë indiferent ndaj vuajtjeve të shoqërisë, sepse feja e pastër islame, po flasim për besimtarët musliman, e thërret të jetë zë i drejtësisë dhe zëri i Allahut xhaleshanhu në tokë. Në Islam, respektimi i ligjit, i rëndit dhe i drejtave të të tjerëve është shprehja e drejtë për së drejtë e domosdoshmërisë, ku Allahu thot në Kur'an: vërtet Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe dhënien ndaj të afërmëve dhe ndalon nga imoraliteti, e keqja dhe padrejtësia. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet përbën një themel të etikës qytetare islame,
ku drejtësia dhe bamirësia nuk janë vetëm vlera individuale, por parime që duhet të strukturojnë jetën shoqërore dhe njerëzore njëkohësisht. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: kush sillet mirë me njerëzit e ka plotësuar fen e tij. Dhe këtu feja, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk matet me fjalë apo me pretendime, por me sjelljen qytetare dhe me virtytet siç janë respekti, ndershmëria, devotshmëria, përgjegjësia dhe ndihma ndaj të tjerëve. Një shoqëri islame nuk ndërtohet vetëm me xhamie, por ndërtohet me njerëz të ndershëm, me njerëz të përgjegjshëm, me njerëz të respektueshëm dhe të drejtë në tregti, në punë, në administrim dhe në marrëdhëniet e tyre me njerëzit. Kjo është feja e pastër islame. Një dimension i rëndësishëm i përgjegjësisë qytetare në islam është dhe ruajtja e unitetit dhe shmangja e përçarjes. Allahu thot: dhe kapuni fort pas litarit të Allahut të gjithë dhe mos u përçani. Ajeti 103 i surës Ali Imran. Përçarja shoqërore, padrejtësia dhe kaosi janë ndër ndjenjat dhe ndër shenjat e largimit nga parimet e fesë. Besimtari është thirrur të jetë faktor pajtimi, stabiliteti dhe paqeje, sepse paqja shoqërore është një nga synimet madhore të fesë pastër islame. Imam Huseni paqja qoftë mbi të, në fjalët e tij të pavdekshme, e përkufizoi misionin e tij qytetar dhe fetar si më poshtë, ku tha: unë nuk dola për kryenëqësi apo për korrupsion, por dola për të reformuar unitetin e gjyshit tim të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij të pastër. Ky qëndrim tregon se përgjegjësia qytetare mund të arrijë deri në sakrificën supreme, kur drejtësia dhe e vërteta rrezikohen në këtë mes. Reforma shoqërore, sipas Islamit, është akt adhurimi dhe dëshmi e besimit të gjallë. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, feja dhe përgjegjësia qytetare në Islam, të dyja janë të pandashme. Islami e formon besimtarin si individ të ndërgjegjshëm, të drejtë dhe aktiv në shoqëri, duke e bërë atë bartës të vlerave hyjnore në jetën e tij publike. Një besim pa përgjegjësi qytetare është njësoj i mangat, ndërsa një angazhim qytetar pa bazë morale është i brisht. Vetëm kur feja mishërohet në drejtësi, në ndershmëri dhe në shërbim ndaj njerëzve, shoqëria arrin ekuilibrin dhe paqen që Islami synon për të gjithë njerëzimin. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.